Nëse jeni shtatzan, ja çfarë po i shkakton të përzierat në mëngjes. Mund të themi se rreth 70 deri në 80% e grave shtatzana përjetojnë në të vjella në mëngjes, të cilat përfshin të përziera dhe të vjella, një simptom që shpesh konsiderohet si një nga shenjat më të zakonshme të shtatzanisë. Megjithatë, shkaku i saktë i këtij problemi ka mbetur i pasigurt për shumë kohë. Një studim i ri publikuar në revistën shkencore Nature ka sugjeruar se hormoni GDF-15 i prodhuar nga fetusi mund të jetë shkatrimtari kryesor dhe shkaktari i këtyre simptomave të përzierave. Studimi tregoi se shpërsia e të vjellave të mëngjesit lidhet ngushtë me nivelin e këtij hormoni dhe se mënyra se si trupi i nënës reagon ndaj tij mund të ndikojë në intensitetin e simptomave. Në përpjekje për të kuptuar më shumë, studiuesit analizuan të dhënat nga disa studime dhe arritën në përfundim se ky hormon është shkatrimtari kryesor ose më saktë, shkaktari kryesor i këtyre të përzierave.